Lajme, kultur, mod, showbiz, art, NEE News. Prishtinën jo për gjithë Kosovën e elektrizoi me performancën e saj në Sunny Hill Festival. Katy Perry mbetet një nga emrat më të kërkuar dhe më të paguar në industrinë e muzikës botërore. Nëse keni menduar se sa kushton ta keni pop ylli në një ngjarje private ose sa fiton ajo nga një koncert single, shifrat janë thjesht marramendëse. Nga 1.5 deri në $5 milion për një natë. Sipas të dhënave nga industria e argëtimit, honorari i Katy Perry për një shfaqje varion nga 1.5 deri në $5 milion, varësisht nga lloji i ngjarjes. Festivale dhe ngjarje të mëdha për shfaqje speciale në një ngjarje masive sportive apo festivale, tarifa e saj arrin majat. Ndërkaq që edhe në Prishtinë, artistja duket se nuk ja ka lënë mangut dhe është paguar mirë varësisht edhe nga performanca spektakolare që ka dhuruar. Gjatë të njëjtës natë, gjatë të njëjtës performancë, akrobatët në skenë u dorëzuan flamurin e Kosovës, të cilin Perry e përfshiu në shfaqjen e saj, duke krijuar një moment simbolik që u prit me ovacione nga të pranishmit. Pamjet e artistës me flamurin e Kosovës u shpërndan nxehtësisht në rrjetet sociale dhe u kthyen në një nga momentet më të komentuar të mbrëmjes.